qëra sepse këtu na ndihmojnë edhe tesin për para. Shkak i zbritjes së kësaj sure, respektivisht të ajetit, dietar kanë numëruar shumë shkaqe, vjen baja që është dërma kryesore, është se kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salam shokët e tij, ata kanë qenë më të ndershëm, më fisnekët, më trimat, më të avancuarit edhe në shkencat e dijes dhe çdo gjë tjetër, edhe kanë ardhur te pejgamberi alayhi salam dhe kanë thonë, na si ummet, që është mesakarja 60-70 në jetu, dërsa popujt e mëhershëm kanë jetu gjatë. E njëri prej tyre që ka jetu gjatë tek popujt e mëhershëm ka kalu 1000 muaj veç në xhihad, në luftë rrugën e Allahut xhaleshanu, në për betejë, ngritjen e fjalës së Allahut xhaleshanu, edhe këtë mahnit nga ky ibadet, nga ky adhurim, sepse lufta rrugën e Zotit xhaleshanu është ibadet, adhurim, jenë mahnit nga kjo vepër, nga kjo punë e këtij njeriu, edhe ka thonë s'kena mundësina me arrit, e 1000 vjetë në beteja, 1000 vjetë në luftra, s'kene. Na 1000 muaj të njetë, të sovjetë. E atër Allah xhaleshanu xhelalu ka zbrit këtë ajet. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Pra nota e Kadrit është më e vlefshme se jeta e çatij personit, për personat, për muslimanët, për besimtarët, të cilët e kalojnë në ibadet në adhurim këtë natë. Vëllezër, jo ibadet adhurim, se shpesh na dina me i bë ibadet të adhurimit si rutinë. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Bero sejdë, do të çuha kupton, si rutinë. Jo. Adhurimi, ibadeti, dhikri, doja, lutja, të ndershëm vëllezër, do të ketë gjallërin do. Do të ketë gjallërin. Kur ta bëjsh lutjen, Allah xhaleshanu se për lidhje me lutjen, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur tha foli për vlerën e lutjes, tha Allah xhaleshanu e pranon lutjen e besimtarit për aq kohë sa besimtari nuk thot u lutja edhe s'ma pranoj Zoti. Se na kemi qef rezultatin e secilës punë, më njerë me kontavoni, më njerë me po përpara. Allah xhaleshanu është ma i dishëm, ma bujor, ma i mshirshëm ndaj nesh, se sa ne që jemi ndaj vetvetes. Allah xhaleshanu thot të ajetet pra të cilat e filluam këtë ligjërat, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robët pyesin për mua, unë jam afër tyre. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Wa pranoj, wa plotësoj lutjet e lutësit kur lutet mua. Kanë thonë dietarët, në shumë ajete ka ardhur shpreha jes'elune ke, të pyesin ty për shpirtin, për kiametin, për hanën, për gjëra të ndryshme, ka një farë fjallë atë të kull, thuaj. Ndërsa kur është jes'elu, dhe këtu ka ardhur wa idha sa'alaka ibadi anni, kur robët e mi pyesin për mua, hiç ka s'ka fjallë atë kull, sepse Allah xhaleshanu ka dhënë për thonë, s'ka vonesë, po automatikisht momentin kur ti e nxjerr lutjen nga goja jote, Allah xhaleshanu ka angazhuar me lagje ty me ta pranuar lutjen. Ty me ta pranuar doa. E sidomos në kohën e pranimit të doave, sikur që është koha më e përshtatshme e Ramazanit, sikur që është koha më e përshtatshme e kësaj ditë që është fundit të Ramazanit, sikur që është koha më e përshtatshme ku njeriu është duke bënë një mirë e i agjërueshëm, sikur që është koha më e mirë para iftarit të kështu me radhë. Jemi domosdoshmë shumë në Ramazan bashkuar shumë punë të mira, shumë vepra të mira, të cilat janë shkak i pranimit të duas të lutjeve. Për shkak se edhe lutjen kur je agjëruar në Ramazan e bën pak më sinqert. Se jeni me etje, me uri,
e di vlerën, e di kështu me radhë bën pak. Prandaj, të ndërshëm vëllezër të shfrytëzojmë këtë ditë përveç atyre që kemi shfrytzuar deri tash, ta intensifikojmë, ta rrisim vëllimin e adhurimit të ibadetit atë forcë që tash kontekst edhe duhet me rezervu, sepse tash është e fundi, ku do të kush arrin i pari, fundi maratonës tash është, nuk do të me honor, por do të me vazhdu me intensitet më të fortë, që sa më me arrit sa më shpejt edhe me inshallah me ibadete, adhurime të pranuara, me dua, me lutje të pranuara, me Kur'an, me lexime të pranuara, me agjerim, e me gjitha veprat, me gjitha sakrificat, me gjitha angazhimet që kemë bërë gjatë këtij muaji, Allahu xhaleshanu të i pranoj ato edhe të dalim nga ky Ramazan, nga ky muaj i rahmetit me mëkatet të falura. Krejtësisht, në fund, amon e Allah, unë isha sa të nderuar që isha pranë jush, pranë këtij xhamati, shumë nderuar dhe respektuar, edhe xhamin e shokut tim, vëlla.